Prapa markës Porsche. Është një histori e jashtëzakonshme por e errët, një histori suksesi, tragjedie, inovacioni dhe shkatrimi. Por për të kuptuar të gjitha këto, duhet të kthehemi në kohë, atje ku filloi gjithçka. 1898. Ferdinand Porsche sapo kishte lënë punën e tij për të nisur një karrierë të re në botën e automjeteve. Gjatë disa dekadave të ardhshme, ai krijoi disa nga dizenjet më të shpejta dhe më revolucionare të automjeteve për prodhues të tjerë të makinave, duke kthyer veten në një nga inxhinierët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Dhe megjithatë, pasi themeloi kompaninë e tij të makinave, suksesi i tij e çoi atë në një rrugë më të errët, kur Porsche u përfshi në projekte ushtarake për regjimin nazist, të cilat e quan atë në burg dhe përfundimisht, madje i kushtuan jetën. Prandaj lidhni rripat e sigurisë, sepse po shkojmë në një udhëtim për të zbuluar historinë e vërtet të Porsches dhe se si ata arritën të transformohen në një nga markat më të mëdha të makinave luksoze të njohura sot. Ferdinand Porsche lindi në shtator 1875 në një fshat të vogël në perandorinë austro-hungareze, tani një territori i Republikës Çeke. Ndërsa karrocat, trenat dhe biçikletat ishin transporti kryesor në atë kohë, dhe automjetet e para po përhapeshin ngadalë në të gjithë globin, Porsche u rit duke mësuar zanatin e babait të tij, i cili drejtonte një biznes kovaci. Megjithatë, ai kurrë nuk tregoi interes personal në biznesin familjar dhe në vend të kësaj vuri fokus kryesor në shkollë, duke shpresuar të gjejë karrierën e tij diku tjetër. Fatkeqësisht, Ferdinand e humbi vëllain e tij më të madh, kur ishte 14 vjeç, gjë që e çoi atë të braktiste shkollën dhe të punonte me kohë të plotë në punëtorinë e babait të tij, pasi tani ishte djali më i madh që duhej të mbikëqyrte biznesin e familjes. Këto kohë u dëshmuan të vështira për Ferdinand, pasi ai me mospëlqim ndoqi hapat e babait të tij në një punë që kurrë nuk i pëlqente ta bënte. Megjithatë, kishte diçka tjetër që e gjeti plotësuese për të eksploruar në kohën e tij të lirë: elektricitetin. Në atë kohë, qirinjet dhe tritat me gaz ishin ende të zakonshme, por në shekullin 19 të vonë, poçat elektrike po bëheshin ngadalë norma e re. Porsche u bë i obsesionuar me poçën elektrike dhe filloi të eksperimentojë me qarqe elektrik në bodrumin e shtëpisë së tij. Babai i tij, nga ana tjetër, nuk ishte i kënaqur me hobin e tij të ri dhe shpesh i thoshte të ndalonte të merrte vesh me marrëzi të tilla. Por pasi vuri re se sa i pasionuar dhe i obsesionuar ishte Ferdinand me elektricitetin, ai vendosi ta regjistronte djalin e tij në shkollën teknike perandorake të Reichenbergut për të zhvilluar njohuritë e tij të inxhinierisë. Atje, Porsche mësoi shpejt bazat dhe brenda vetëm disa muajsh në studimet e tij, ai ishte në gjendje të ndërtonte gjeneratorin e tij elektrik dhe të instalonte poça elektrike në të gjithë shtëpinë. Në këtë pikë, babai i tij nuk mund ta injoronte më talentin e djalit të tij, dhe kështu, ai më në fund u dorëzua dhe e la atë të ndiqte rrugën e tij. Pak e dinin ata se kjo rrugë e re do të vazhdonte të ndihmonte pionier një industri krejtësisht të re: automjetet. Në vitin 1893, në moshën 18 vjeç, Ferdinand la shtëpinë e tij dhe gjeti punën e tij të parë në Bella Eger & Co, një prodhues i makinerive elektrike në qytetin e Vjenës. Atje ai u njoh shpejt për tiparet e tij si një inxhinier i shkëlqyer dhe i aftë, dhe u ngrit shpejt në radhë, duke u bërë njeriu përgjegjës. Gjatë kohës së tij në Bella Eger, Ferdinand Porsche ndërtoi motorin e parë elektrik të rrjetës në rrotës së kompanisë. Ky motor elektrik ishte menduar të bashkohej me rrota të çdo automjeti dhe ta bënte atë të lëvizte drejt për drejt. Në atë kohë, përdorej zakonisht vetëm për biçikleta, por me njëherë pas kësaj, Ferdinand po zhvillonte ide të tjera për këtë motor. Rreth kësaj kohe, automjetet e para po fillonin të shfaqeshin rreth rajonit dhe krijuan entuziazëm të jashtëzakonshëm jo vetëm mes njerëzve, por edhe inxhinierëve të cilët po kërkonin mënyra për të hyrë në industrinë e re, dhe Ferdinand nuk ishte përjashtim. Pas 5 vitesh punë për Bella Eger, ai vendosi të linte punën e tij dhe filloi të punonte për Jacob Lohner & Co, të cilët kohët e fundit kishin ndaluar prodhimin e karrocave për të fokusuar në ndërtimin e automjeteve vetë motorike. Ishte këtu ku 23 vjeçari Ferdinand përdori motorët e tij elektrik për të ndërtuar automjetin e tij të parë ndonjëherë, Porsche P1. Porsche P1 ishte një makinë plotësisht elektrike e ndërtuar duke përdorur një karrocë druri dhe kishte një gamë për afërsisht 49 milje.
Makina ishte menduar për gara, por sa e mahnitshme sa ishte, për shkak baterive të rënda të acidit të plumbit që mbante, makina mund të shkonte vetëm deri në 21 milje në orë. Është e rëndësishme të theksohet se automjetet e asaj kohe ende nuk ishin parë si një mjet transporti. Në vend të kësaj, ato ishin ndërtuar kryesisht për konkurrencë dhe testuar për gara në të gjithë Europën dhe Amerikën. Porsche vazhdoi të përmirësonte dizenjin e automjetit të tij deri në vitin 1900, kur ai shtoi një motor me djegje të brendshme për të fuqizuar motorët elektrik të automjetit, duke krijuar kështu makinën e parë hibride elektrike me benzinë në botë, Lohner Porsche Elektromobil. Ky automjet I ri do të vazhdonte të fitonte në ngjarje të ndryshme motorsporti, ndërsa theu disa rekorde austriake të shpejtësisë duke udhëtuar me një shpejtësi maksimale 36 milje. Megjithatë, pavarësisht se automjeti hibrid I Porsches ishte një vepër e shkëlqyer mekanike arti dhe shumë para kohës së tij, ai gjithashtu dëshmoi pse makinat elektrike dështuan gjatë dekadave. Gamën e shkurtër të milje të automjetit dhe peshën pothuajse 2 ton, ndaloi zhvillimin e një makine elektrike për pothuajse një shekull. Partneriteti midis Porsches dhe Lohner përfundoi disa vite më vonë, dhe menjëherë pas kësaj, prodhuesi I makinave Austro-Daimler rekrutoi Porschen si dizenjerin e tyre kryesor. Daimler, në atë kohë, ishte lideri në fushën e motorëve të modern të djegjes dhe ishte këtu ku Porsche dizenjoi automjetin e tij të parë thjesht me benzinë, Austro-Daimler Maya, në 1908. Koha e tij në kompani u dëshmua se ishte një gur themeli I madh në karrierën e tij, duke quar në thyerjen e madhe në botën e garave, kur ai zhvilloi automjetin e tij të ardhshëm, Austro-Daimler model 2780. Ky automjet, 85 kuaj. Fuqia ishte në gjendje të arrinte shpejtësi maksimale 85 milje në orë dhe ishte ndërtuar specifikisht për garën popullore Prince Henry Trial në 1910, ku mori vendin e parë, të dytë dhe të tretë fitoren. Kjo fitore I fitoi mekaniku të ri popularitet më të madh dhe justifikoi emërimin e tij si profesor në kompani. Megjithatë, kur shpërtheu lufta e parë botërore në 1914, një nxitim masiv për të prodhuar furnizime luftarake u përhap në të gjithë Evropën dhe prodhuesi I Austro-Daimler kontriboi sasi të mëdha makinerive në ushtrinë austro-hungareze. Porsche gjithashtu u tërhoq në rafshe dhe bëri një hemër për veten duke krijuar dizenja revolucionare për aeroplan ushtarak dhe motor airship, si dhe traktor artillerie të tillë si M17 Goliath, duke u vendosur si një nga inxhinierët më të mirë të kohës së tij. Pasi lufta përfundoi në 1918, Ferdinand Porsche u kthye në ndërtimin e makinave të garave dhe deri në 1922 një makinë tjetër doli nga dyshemeja e fabrikës, Austro-Daimler Sascha. Porsche besonte se ndërtimi një automjeti më të vogël se konkurrentët e tij do të lejonte që makinat e tij të garave të performonin më mirë se ato me motor shumë më të mëdhenj, dhe kështu ai e vuri makinën e tij të ndërtuar rishtazi në test. Për habin e shumëve, Sascha do të vazhdonte të fitonte 43 nga 53 gara, përfshirë Target Florio në 1922. Vitin e ardhshëm, Ferdinand Porsche u zhvendos në Stuttgart, kryeqyteti I Gjermanisë, dhe u bë drejtor teknik dhe inxhinier kryesor për divizionin Daimler, I cili më vonë u bashkua me Benz & Sea për të bërë Daimler-Benz. Gjatë kohës së tij në Daimler-Benz, Porsche do të dizenjonte dhe ndërtonte serinë luksoze Mercedes-Benz SK, e cila më shumë ose më pak hapi rrugën për makina sportive me performancë të lartë që ishin të përshtatshme për gara dhe publike. Dhe në 1928, Ferdinand Porsche prezantoi atë që është padyshim një nga makinat sportive më të shpejta dhe më të mëdha të epokës së tij, Mercedes-Benz SSK. SK ose Super Sport Kurz kishte një motor 7.1 litra 6 cilindra, të fuqizuar nga 200 deri në 300 kuaj fuqi. Edhe më të ngadalshmit e versioneve të tyre erdhën me një shpejtësi maksimale 190 km/h, dhe ato me 300 kuaj fuqi të motorit mund të shkonin deri në 235 km/h. Ky model Mercedes-Benz u bë kampioni absolut I 500 miljeve të Argjentinës në 1929, e ndjekur nga më shumë fitore në garat e Grand Prix Cordoba 1929 dhe 1930, si dhe Grand Prix Irlandez 1930.
Seria fituese vazhdoi me disa fitore të tjera Grand Prix, derisa arriti kulmin e saj në 1931, kur morën edhe një herë fitoren e vendit të parë në garën Mela Melia. Në atë kohë, ishte automjeti sportiv më i mirë, më i shpejt dhe më i vlefshëm në botë. Porsche gjithashtu ndërtoi një version më të lëmuar të SSK, Trosi Roadster, i cili u bë një fenomen për pamjen e jashtme ekstravagante të trupit dhe e forcoi më tej veten si një nga dizenjerët më të mëdhenj të makinave të epokës së tij. Megjithatë, pak pasi makina u prezantua, Ferdinand Porsche u riti lodhur nga dallimet kreative. Midis tij dhe bordit të Mercedes-Benz, kështu që ai la kompaninë dhe shkoi të punojë për një prodhues tjetër të makinave. Fatkeqësisht ajo kompani shembi pak pas kësaj, kryesisht për shkak të depresionit të madh. Dhe Porsche tani mbeti i papunë. Pavarësisht krizës ekonomike, ishte në këtë moment që ai vendosi të bënte vendimin më të madh të karrierës së tij. Themelimin e kompanisë së tij të makinave Porsche GmbH. Ai solli shumë nga ish bashkëpunëtorët e tij për të punuar për kompaninë e tij të re dhe ndoshta më i rëndësishmi nga të gjithë ata ishte Ferry Porsche, djali i vet Ferdinandit. Shumë si babai i tij, Ferry gjithashtu mori interes në dizenjim dhe inxhinieri. Ai tregoi premtim të madh në mësimin e profesionit të tij, duke punuar shpejt kudo dhe kurdo që të mundej për të provuar aftësitë e tij ndaj babait të tij me talent. Fillimisht kompania Porsche nuk filloi të ndërtonte makina nën markën e tyre, por në vend të kësaj ofroi konsulencë dhe projekte zhvillimi motorësh për prodhues të tjerë të makinave. Megjithatë, pavarësisht se ishte një nga inxhinierët më të famshëm në Gjermani, kishte një problem madhor. Klientët nuk po vinin. Vendi në atë kohë ende po rimëkëmbej nga rënojat ekonomike të luftës së parë botërore dhe kërkesa për automjete publike ishte pothuajse jo ekzistuese. Ndërsa biznesi luftonte për të filluar, Ferdinand mori një letër një ditë që do të ndryshonte plotësisht trajektoren e kompanisë dhe vinte nga një burim mjaft befasues. Në 1933, Adolf Hitler u bë kancelari i Gjermanisë dhe mori interes të veçantë për automjetet. Ai rekrutoi inxhinierët më të mirë të makinave në vend, përfshirë Porschen dhe u ul për një takim të rëndësishëm. Titani i çmendur donte që çdo shtetas gjerman të zotronte një makinë që mund të ulte një familje prej 5 personash dhe të ishte efikase në karburant dhe lirë. Në fakt, aq e lirë sa do të duhej të kushtonte 990 Reichsmarks, gjë që shumë inxhinierë e konsideronin të pamundur. Ai e quajti atë Volkswagen, ose makina e popullit. Porsche paraqiti dizenjimin e tij dhe fitoi kontratën për Hitler. Kjo aleancë krijoi një marrëdhënie të pazakontë por të madhe midis të dyjave. Hitler kishte nevojë për një mendje kreative për të dizenjuar makinën e tij ambicioze, ndërsa Porsche kishte mbështetje politike për kompaninë e tij, kështu që ai nuk do të duhej të shqetësohej me para ose financa. Prandaj në 1934, Porsche dhe ekipi i tij filluan të punojnë për ndërtimin e një nga makinat më të suksesshme në historinë njerëzore, Volkswagen Beetle. Volkswagen Type 1, më vonë i njohur si Beetle për formën e trupit të tij, ishte një makinë me 2 dyer, me një motor me ftohje me ajër në pjesën e pasme, i cili ndihmoi motorin të kërkonte mirëmbajtje minimale dhe e bëri drejtimin më të lehtë për të menaxhuar fal balancës së peshës së tij. Gjithashtu dëshmua se ishte shumë efikas në karburant, me kilometrazhin e tij 31.4 milje për gallon, e cila është ende mbreslënse edhe me standardet e sotme. Menjëherë pasi 300.000 porosi u vendosën për Beetlin, ishte arritja më e madhe që Porsche kishte arritur deri në atë pikë dhe ai tani ishte gati të shihte krijesën e tij në rend pune. Megjithatë, ndërsa fabrika Volkswagen po përgatitej për të prodhuar masivisht makinën, një ngjarje tjetër madhore po ndofte që do të dërgonte direkt karrierën dikur të ndritshme të Porsches në një rrugë më të errët. Hitler pushtoi Poloninë në shtator të 1939-s, e cila çoi Britaninë e Madhe dhe Francën të shpallnin luftë kundër Gjermanisë, duke shënuar fillimin e luftës së dytë botërore. Papritur, prodhimi i përgjithshëm i Beetle u ndal menjëherë pasi fabrika Volkswagen filloi të bënte prodhimin e luftës prioritetin e saj të parë. Duke qenë një nga inxhinierët më të mirë në vend dhe një mik i ngushtë i Hitlerit, Porsche pashmangshëm u përfshi në projekte ushtarake për ushtrinë naziste. Ai filloi të zhvillonte automjete ushtarake off-road dhe makinerinë e betejës, të tilla si Schwimmwagen, versioni ushtarak i Beetle, shkatëruesi tankut Elephant dhe raketa bomba fluturuese V1. Megjithatë, edhe pse Porsche ishte midis inxhinierëve të preferuar të Hitlerit kur vinte puna për dizenjimin e tankeve, ai nuk mund të përmbushte pritshmëritë e Hitlerit. Shikoni, kishte një konkurs të bërë nga Hitler për të parë se kush do të fitonte kontratën për të prodhuar masivisht Tigrin, një tank i rënd që do të përdorej në luftë. Në këtë rast, Porsche dizenjoi Ferdinandin,
një tank hibrid që mund të funksiononte me transmisione elektrike me benzinë. Megjithse tanku ishte një dizajn revolucionar, motorët e tij ishin shumë të komplikuar dhe over-inxhinierizuar, gjë që çoi në shumë probleme dhe përfundimisht u prishën gjatë gjyqit. Por pasi humbi konkursin ndaj Henschel & Son, Porsche gjeti veten në një rrëmuj të madhe. Përpara se të dorëzonte prototipen e tij, ai tashmë kishte ndërtuar 100 shasi për konceptin e tij. Për të shpëtuar dizajnet e tij, gjermanët kthyen 90 tanke të rënda Ferdinand në shkatrues tankesh e i riemërtuan ato si anti-tanke Elephant. Ata u bën shumë efektiv në luftë, por për shkak të problemeve të motorit të tyre dhe çështjeve të lëvizshmërisë, shumica e tyre u prishën dhe u humbën në fushën e betejës. Raportohet se kompania Porsche gjithashtu përdori punëtor sklever në fabrikën e tyre të Stuttgartit, megjithse kompania kishte mohuar më parë këto akuza dhe u mbrojt duke pretenduar se ishte një zyrë e vogël gjatë luftës. Ata më vonë pranuan krimet e tyre, pasi 10 njerëz folën në fund të shekullit të 20, duke detajuar kapjen e tyre dhe kushtet e punës së detyruar në planet e Porsches në duart e regjimit gjerman, së bashku me 10 ose madje qindra të tjerë. Në përgjigje të kësaj, Porsche ka dhënë miliona euro në fonde dhe kompensime për viktimat e punëtorëve të detyruar sot. Në atë kohë, ishte praktike e zakonshme për fabrikat gjermane që kishin numra të mëdhenj të punëtorëve të përdornin punë sklevrish, shpesh të përgosur të luftës, të cilët paguhen shumë pak ose fare dhe shpesh punonin deri në vdekje. Megjithatë, pavarësisht se punonte me nazistët, Ferdinand Porsche nuk pajtohej vërtet me ideologjinë e tyre. Ai rrallë njihej të ngrinte krahun në përshëndetjen e Hitlerit dhe pallto e tij e gri e lirshme gjithmonë dilte gjatë marsheve në një det uniformash ndryshe të kafe. Sa për gradën SS që ai mori nga partia naziste, Porsche thjesht e injoroi atë. Ai ishte interesuar vetëm në rritjen e biznesit. Ti dhe furnizimin e asaj që qeveria kishte nevojë në atë kohë, pavarësisht praktikave të tyre të njerëzore. Fal kontributeve të tij, kompania Porsche shkoi nga të bërit 3000 Reichsmarks fitim në 1934 në mbi 2 milion deri në 1944. Megjithatë, pjesa e tij në përpjekjet e luftës erdhi me një çmim të rëndë. Pasi lufta përfundoi, Ferdinand Porsche u arrestua nga qeveria franceze dhe u dërgua në burg për krime lufte, për shkak të antarësisë së tij SS dhe marrëdhënies së tij të ngushtë me Hitlerin. Me të në burg tani ishte poshtë një njeriu për të marrë pishtar dhe për të udhëhequr markën Porsche në një drejtim të ri dhe më të ndritshëm. Ai njeri ishte djali i vetëm i Ferdinandit, Ferry Porsche. Ju e dini ndërsa po bëja këtë video e pyeta veten nëse Ferdinand Porsche fillonte një karrierë të re në kohën e sotme, çfarë do të bënte ndryshe. Aq shumë ka ndryshuar që atëherë sa është e sigurt të thuhet se të mësuarit online është një nga mënyrat më të mira për të filluar. Prandaj jam bashkëpunuar me Brilliant.org për videon e sotme. Në Brilliant ju mund të gjeni mira mësime që mund të merrni online me të reja të shtuara çdo muaj, tilla si shkenca, matematika, inxhinieria dhe shkenca kompjuterike. Unë kalova në kursin e inxhinierisë reale dhe kjo do të tingëllojë çmenduri, por ata në të vërtetë ju mësojnë se si të lëshoni raketa në hapësirë, e cila është e çmendur. Megjithse ju mund të mos dërgoni vërtet një, procesi i udhëzimit është shumë interesant dhe jam i sigurt se ju do të keni një kuptim më të mirë të themeleve të tyre. Por ajo që e bën Brilliant të dallohet më shumë për mua është qasja e tyre ndaj të mësuarit. Konceptet të mëdha të rëndësishme janë të ndara në pjesë të kuptueshme. Dhe me vetëm 15 minuta në ditë të mësimeve të tyre interaktive me madhësi kafshat, ju do të jeni në gjendje të mprehtësoni aftësitë e reja dhe të shkoni nga nxënës bazik në të avancuar. Prandaj nëse dëshironi të filloni falas, vizitoni Brilliant.org, Big Company, ose klikoni lidhjen në përshkrimin e mëposhtëm. 200 e parët për jush do të marrin 20% zbritje nga abonimi vjetor premium i Brilliantit. Faleminderit Brilliant për sponsorizimin e këtij video. Tani të kthehemi te Porsche. Ferry kishte trashëguar dashurinë e babait të tij për makinat si dhe talentin e tij, dhe tashmë kishte ndërtuar disa automjete. Ndërto ishte Schwimmwagen, e cila në gjermanisht do të thotë makinë notimi. Kjo makinë ishte dizenjuar për të qenë realizueshme në tokë si dhe në ujë dhe ishte një shërbim i madh për ushtarët gjerman gjatë luftës. Për shkak të kësaj, Ferry vetë u arrestua së bashku me babain e tij dhe u hodh në burg për disa muaj. Në të vërtetë, arsyeja e vetme që ai u lirua nga qeveria franceze ishte që ai të mund të gjente paratë që i duheshin për të nxjerrë babain e tij nga burgu. Ferry mblodhi paratë e nevojshme duke nënshkruar një kontratë me prodhuesin italian të makinave, SIS Italia, ku ai ndërtoi SIS Italia 360, një automjet jashtëzakonisht i avancuar për kohën e tij. Kjo makinë ishte menduar të merrte pjesë në garat e Grand Prix, por për shkak të burimeve financiare të kompanisë dhe një ndryshim të rregullave në konkurrencën e garës, ajo kurrë nuk u ndërtua. Vendos në pistën e garës. Për fat të mirë, Ferry mori prerjen e tij paraprakisht dhe ai ishte në gjendje të lironte babain e tij pas 22 muajsh pas hekurave.
Fatkeqësisht kushtet e tmerrshme në të cilat francezët mbanin të burgosur Ferdinandin quan drejt për drejt në shëndetin e tij të pakthyrshëm të keq, i cili e shqetësoi atë deri në frymëmarrjen e tij të fundit. Dhe kështu me shëndetin e dobët të Ferdinandit që parandaloi kthimin e tij në punë, përgjegjësia ra mbi Ferry Porsche për të ngritur hap dhe për të aplikuar idetë e babait të tij në kompaninë e tyre të re. Ai vuri re se prodhuesi i makinave për të cilin ai kishte punuar më parë, SIS Italia, po ndërtonte makina të vogla sportive me një motor Fiat, kështu që ai e pyeti veten, pse nuk mund ta bëjmë të njëjtën gjë me pjesë Volkswagen. Ai u takua me drejtorin menaxhues të Volkswagen dhe goditi një marrëveshje që do t'i lejonte atij të përdorte pjesët e tyre si dhe shpërndarjen e rrjetit të tyre. Ai gjithashtu ofroi dokumentet, të cilat provuan se Volkswagen Beetle u zhvillua nga babai i tij përpara luftës, gjë që bëri që Volkswagen të pranonte të paguante një tarif licence për Porsche për çdo VW Beetle që ata ndërtuan. Këto marrëveshje me Volkswagen i dhan kompanisë Porsche burimet financiare që u duheshin për të filluar eksperimentimin dhe zhvillimin e automjeteve të tyre, dhe kështu në 1948, Ferry prezantoi makinën e parë që do të mbante emrin e familjes, Porsche 356. 356 ishte një roadster i vogël me 2 dyer, i fuqizuar nga një motor me ftohje me ajër Volkswagen dhe kishte një shpejtësi maksimale 87 milje në orë. Nuk ishte makina më e fuqishme, as nuk ishte më e shpejta, por Ferry Porsche vazhdoi të përmirësonte dizajnin, duke e bërë përfundimisht më të shpejtë dhe më të qetë për të drejtuar. Ai e mori automjetin në garë po atë vit në qytetin e Innsbruck, Austrisë, ku fitoi fitoren e vendit të parë, duke vënë themelet për suksesin e ardhshëm të Porsches në botën e garave. Megjithse shitjet e saj ishin fillimisht të ulta, 356 ishte e dashur midis entuziastëve të makinave, përfshirë babain e Ferrit, i cili ishte shumë krenar për djalin e tij dhe mbështeti debutimin e suksesshëm të makinës. Ferdinand Porsche gjithashtu vizitoi fabrikën Volkswagen edhe një herë në 1950 dhe ishte i lumtur të shihte vizionin e tij për Beetle përfundimisht të realizohej. Fatkeqësisht ai nuk ishte rreth mjaftueshëm për të parë se si Beetle ose marka Porsche do të zgjerohej në të gjithë globin, pasi vdiq vetëm një vit më vonë, në moshën 75 vjeçare. Pak pas vdekjes së tij, shitjet e Porsche 356 u rritën në qiell, pasi fitoi një garë në Le Mans në 1951 dhe menjëherë pas kësaj, modele të reja të silla si 356 Speedster dhe 356 Carrera u ofruan gjithashtu publikut, duke kapur shpejt zemrat e shumë drejtuesve sportiv dhe personazheve të famshme. Por ndërsa 356 ishte një pikthese në historinë e Porsches, ajo ende ishte vetëm një ndryshim i Beetle me ndryshime të vogla. Klientët e Porsches në atë pikë po lodheshin nga dizajni i trupit të saj, kështu që ata duhej të dizenjonin dhe të ndërtonin diçka plotësisht të re, ndërsa ende mbeteshin të njohshme si marka e tyre, ishte deri në ditën që një djem të Ferry hapi dhe prezantoi një automjet të ri që do të merrte markën Porsche në një nivel plotësisht të ri. Dhe Alexander Porsche, ashtu si babai i tij Ferry, ndoqi hapat e familjes që herët dhe ishte aktivisht i përfshirë në industrinë e automobilave. Por ai ishte më shumë në dizajn dhe nuk e konsideronte veten një inxhinier, por më tepër si një zanatçar me talent në formësim. Pasi mori trajnim praktik nga departamenti i dizajnit të trupit të Porsches, ai vendosi të merrte pjesë në krijimin e gjeneratës së tyre të re të makinave dhe filloi të dizenjonte një nga makinat sportive më ikonike në historinë moderne, 911. Porsche 911 ishte shumë më e fuqishme se 356. Ajo zvendësoi 4 cilindrin nga paraardhësi i saj në një motor 6 cilindrosh Boxer dhe ishte e dallueshme për të pasur një motor me ftohje me ajër në pjesën e pasme, i cili për shkak të balancës së peshës përmirësoi drejtimin dhe nxitimin e automjetit. Këto elemente të kombinuara lejuan një përvojë drejtimi aq të qetë që nuk mund të përputhej nga asnjë automobil tjetër, dhe ndryshe nga shumë makina të tjera sportive, 911 nuk ishte vetëm e shpejtë, por gjithashtu shumë e besueshme. Aq e besueshme në fakt që vlerësohet se mbi 70% e të gjitha 911-ave të ndërtuara deri në këtë ditë janë ende në rrugë. Modeli i ri u lansua në shtator të 1964 dhe në vitet në vijim, ajo shpejt u bë automjeti i tyre më i shitur.
Pavarësisht se sa unike ishte stili i tyre ose përvoja e drejtimit, Porsche vazhdoi të ofronte atë që njerëzit donin duke lancuar modele më të shpejta, me kuaj fuqi më të fuqishëm, të tilla si 911 Carrera S dhe 911 Turbo, të cilat drejtuan shitjet vjetore të kompanisë në mbi 20.000 njësi deri në vitet 1970. Dhe megjithatë, pavarësisht se tashmë kishin vendosur veten si një nga prodhuesit më të mirë të makinave sportive, 911 e çoi edhe më tej, duke u zgjeruar në botën e garave, dhe kjo ishte një fushë tjetër ku Porsche edhe një herë e veçoi veten. Makina debutoi në pistën e garës në ralinë e Monte Carlos të 1965-ën, ku fitoi vendin e respektueshëm të pestë. Në vitet në vijim, Porsche përmirësoi performancën e saj dhe pushtoi 3 fitore radhazi në ralinë e Monte Carlos nga 1968 deri në 1970-ën, që atëherë modeli i ri ka vazhduar të fitojë në pothuajse çdo ngjarje tjetër motorsport, të tilla si Targa Floria, Paris-Dakar, 24 orët e Daytonës dhe shumë kampionate të tjera ralifike dhe GT, duke u bërë një nga makinat e konkurrencës më të suksesshme në histori. Por rreth po asaj kohe, feri Porsche me trishtim u tërhoq nga roli i tij në kompani, dhe meqense asnjë nga djemtë e tij nuk ishte interesuar të merrte pozicionin e tij, këshilli familjar vendosi të ndante aksionet e kompanisë dhe të linte dikë tjetër përgjegjës, duke shënuar fundin e përfshirjes së familjes në kompani. Megjithatë, Porsche vazhdoi të përditësonte në automjete më të mira dhe më sportive, duke e forcuar më tej veten si një nga markat kryesuese të makinave sportive në treg. Por asgjë nuk zgjat për gjithmonë. Një kohë e errët ishte rreth qoshit për Porsche, dhe në mënyrë që të mbijetojnë, ata do të bënin një nga vendimet e tyre më drastike ende. Në 1986, një rënje e madhe në kursin e këmbimit të dollarit dhe kostoja e përgjithshme e prodhimit të cilësisë së lartë të automjeteve të tyre shkaktoi shumë probleme për kompaninë Porsche. Deri në 1991, shitjet e tyre ranë në 23.000 njësi, që ishte gjysma e numrit të makinave që ata kishin shitur vetëm 5 vite më parë. Humbjet e kompanisë arritën në 240 milion Deutschmarks dhe deri në fund të 1993, Porsche mezi po mbijetonte duke shitur rreth 14.000 njësi në vit. Me terma të thjesht, ata ishin në prag të fatkeqësisë. Kompania duhet të bënte diçka shpejt ose rrezikonte falimentimin, kështu që ata morën vendimin e guximshëm për të njoftuar se po hynin në biznesin e SUV-ve. Në atë kohë, SUV-t po bëheshin trendi i ri dhe për herë të parë në histori kaluan shitjet e makinave të zakonshme të pasagjerëve në Amerikë në 1999. Megjithatë, projekti mori shumë reagime negative dhe arsyeja pas tij nuk është e vështirë për tu parë. Porsche, sipas traditës, gjithmonë kishte bërë makina luksoze sportive me cilësi të lartë, të afta për të performuar si në rrugë, ashtu edhe në pistën e garës, kështu që ndërtimi i një SUV miqësor familjar nuk u përshtat mirë me markën. Në fakt do të ishte hera e parë që një makinë Porsche do të kishte 4 dyer. Pavarësisht të gjitha kontroverseve, Porsche prezantoi Cayenne në 2002 dhe për habin e shumëve, ajo jo vetëm u bë automjeti i tyre më i shitur, por gjithashtu një favorite i fansave. Shikoni, Cayenne mund të dukej ndryshe, por ende përmbante të njëjtat veçori që shumë dashamirës të markës ishin të njohur me to, të tilla si performanca e fortë e drejtimit dhe besueshmëria. Dhe fal hapësirës së brendshme luksoze dhe rehatisë, shitjet e Cayenne përfunduan duke shpëtuar kompaninë nga falimentimi. Që sot, Cayenne dhe më kohët e fundit Macan përbëjnë mbi 70% të shitjeve të Porsches në Amerikë dhe konsiderohen nga disa se janë SUV-t më sportive në treg. Ende marka kur nuk ka humbur kontaktin me rrënjet e saj të makinave sportive dhe modelet e tyre të reja, të tilla si Porsche Panamera dhe Taycan plotësisht elektrik, janë ndër automjetet e tyre sportive më të shitura deri më sot. Porsche tani zotrohet nga grupi Volkswagen dhe mbetet fuqishëm si një nga markat më të mëdha të makinave luksoze në botë. Shpresoj që e keni pëlqyer videon dhe mos harroni të jepni like dhe të abonoheni. Deri atëherë, do t'ju shoh herën tjetër. Prapa markës Porsche është një histori e jashtëzakonshme por e errët, një histori suksesi, tragjedie, inovacioni dhe shkatrimi. Por për të kuptuar të gjitha këto, duhet të kthehemi në kohë, atje ku filloi gjithçka. 1898, Ferdinand Porsche sapo kishte lënë punën e tij për të nisur një karrierë të re në botën e automobilave.
Gjatë disa dekadave të ardhshme, ai krijoi disa nga dizenjet më të shpejta dhe më revolucionare të automjeteve për prodhues të tjerë të makinave, duke e kthyer veten e tij në një nga inxhinierët më të mëdhenj të gjitha kohrave. Dhe megjithatë, pasi themeluar kompaninë e tij të makinave, suksesi i tij e çoi atë në një rrugë më të errët, kur Porsche u përfshi në projekte militare për regjimin nazist, të cilat e quan atë në burg dhe përfundimisht madje i kushtuan jetën. Prandaj, lidhni rripat e sigurisë, sepse po shkojmë në një udhëtim për të zbuluar historinë e vërtetë të Porsches dhe se si ata arritën të transformohen në një nga markat më të mëdha të makinave luksoze të njohura sot. Ferdinand Porsche lindi në shtator 1875 në një fshat të vogël në perandorin austro-hungareze, tani një territor i Republikës Ceke. Ndërsa karrocat, trenat dhe bicikletat ishin transporti kryesor në atë kohë dhe automjetet e para po përhapeshin ngadalë në të gjithë globin, Porsche u bë i obsesionuar me poçën elektrike dhe filloi të eksperimentonte me qarqe elektrike në budrumin e shtëpisë së tij. Babai i tij nga ana tjetër nuk ishte i kënaqur me hobin e tij të ri dhe shpesh i thoshte të ndalojë të merrte me marrëzi të tilla. Por pasi vuri re se sa i pasionuar dhe i obsesionuar ishte Ferdinand me elektricitetin, ai vendosi ta regjistronte djalin e tij në shkollën teknike perandorake të Reichenbergut për të zhvilluar njohuritë e tij të inxhinierisë. Atje Porsche mësoi shpejt bazat dhe brenda vetëm disa muajsh në studimet e tij, ai ishte në gjendje të ndërtonte gjeneratorin e tij elektrik dhe të instalonte poça elektrike në të gjithë shtëpinë. Në këtë pikë, babai i tij nuk mund ta injoronte më talentin e djalit të tij, dhe kështu ai më në fund u dorëzua dhe e la atë të ndiqte rrugën e tij. Pak e dinin ata se kjo rrugë e re do të vazhdonte të ndihmonte pionier një industri krejtësisht të re, automjetat. Në vitin 1893, në moshën 18 vjeç, Ferdinand la shtëpinë e tij dhe gjeti punën e tij të parë në Bella Eger & Co., një prodhues i makinerive elektrike në qytetin e Vienës. Atje ai u njoh shpejt për tiparet e tij si një inxhinier i shkëlqyer dhe i aftë dhe u ngrit shpejt në përradh duke u bërë njeriu përgjegjës. Gjatë kohës së tij në Bella Eger, Ferdinand Porsche ndërtoi motorin e parë elektrik të rrjetës së rrotës së kompanisë. Ky motor elektrik ishte menduar të bashkohej me rrota të çdo automjeti dhe ta bënte atë të lëvizte drejt për drejt. Në atë kohë përdorej zakonisht vetëm për bicikleta, por menjëherë pas kësaj, Ferdinand po zhvillonte ide të tjera për këtë motor. Rreth kësaj kohe, automjetet e para po fillonin të shfaqeshin rreth rajonit dhe krijuan entuziazëm të jashtëzakonshëm, jo vetëm mes njerëzve, por edhe inxhinierët, të cilët po kërkonin. Mënyra për të hyrë në industrinë e re dhe Ferdinand nuk ishte përjashtim. Pas 5 vitesh punë për Bella Edgar, ai vendosi të linte punën e tij dhe filloi të punonte për Jacob Lohner & Co., të cilët kohët e fundit kishin ndaluar prodhimin e karrocave për të fokusuar në ndërtimin e automjeteve vetë motorike. Ishte këtu ku 23 vjeçari Ferdinand përdori motorët e tij elektrik për të ndërtuar automjetin e tij të parë ndonjëherë, Porsche P1. Porsche P1 ishte një makinë plotësisht elektrike ndërtuar duke përdorur një karrocë druri dhe kishte një gamë për afërsisht 49 milje. Makina ishte menduar për gara, por sa e mahnitshme sa ishte për shkak të baterive të rënda të acidit të plumbit që mbante, makina mund të shkonte vetëm deri në 21 milje në orë. Është e rëndësishme të theksohet se automjetet e asaj kohe ende nuk ishin parë si një mjet transporti. Në vend kësaj ato ishin ndërtuar kryesisht për konkurrencë dhe testuar për gara në të gjithë Evropën dhe Amerikën. Porsche vazhdoi të përmirësonte dizenjin e automjetit të tij deri në vitin 1900, kur ai shtoi një motor me djegje të brendshme për të fuqizuar motorët elektrik të automjetit, duke krijuar kështu makinën e parë hibride elektrike me benzinë në botë, Lohner Porsche Elektromobil. Ky automjet i ri do të vazhdonte të fitonte në ngjarje të ndryshme motorsporti, ndërsa theu disa rekorde austriake të shpejtësisë, duke udhëtuar me një shpejtësi maksimale 36 milje. Megjithatë, pavarësisht se automjeti hibridi Porsches ishte një vepër e shkëlqyer mekanike arti dhe shumë para kohës së tij, ai gjithashtu dëshmoi pse makinat elektrike dështuan gjatë dekadave. Gamën e shkurtër të miljeve të automjetit dhe peshën pothuajse 2 ton ndaloi zhvillimin e një makine elektrike për pothuajse 1 shekull.